Absolutisht edhe unë nuk, nëse u keq kuptova, kërkoj ndjes, por absolutisht nuk jam kundër asaj se çka bën një shtet, në këtë rast Shqipëria, që e ka pa që në nivelin e zhvillimit kulturor shoqëror të saj, që jemi edhe ne si Kosovë, që nuk e përjashtoj, TikToku përdoret ose keq përdoret, ose TikToku po i keq përdor qytetarët e Shqipërisë, edhe që përkohësisht e merr një vendim e ndalu për këtë platformë. Dhe me thënë se shoh fare problem këto. Ma mirë është ta ndaloj, se sa të ketë probleme çfarë i ke. I patët, do me thënë që u përballet. Se njëjta mund ndodhet edhe tek ne. Dilara, kështu që është me rëndësi ta ruajmë vetveten, sepse unë flas edhe një herë. Flas si institucion, flas si autoritet që bëjmë mbikëqyrjen e ligjit të dhanave personale. Dhe unë këtë drejtime shoh rrezikun gjithherë. Ne si individ nuk dim dhe nuk jemi as fare të interesuar të mbrojmë privatësinë tonë. E pastaj kemi këto probleme që të kemi. Për derisa nuk dim, ne nuk dim edhe kur mbyllet TikToku, më fal shumë. Kur mbyllet TikToku nuk kemi me as Instagram, as Facebook, as kur